Përshëndetje. Kam folur shumë herë besoj në për video të ndryshme për hithrën. Ja, për vetit dhe gjërat e mira që bën për trupin, nga hollimi i gjakut, forcimi i flokëve, forcimi në zemrës, të veshkat, pastrimi, në gjitha këto, ja, që bën mrekullira në trup. Pa harruar kombinimin. Kanë spatur, mos e harroni. Okej, le të kthehemi përsëri. Përse po flas përsëri për hithrën? Sepse kjo bukuroshe, një kjo, për aromën që ka, edhe për vetit ushqyese, vitaminat, minerale dhe gjitha këta, dje pata një bisedë me njëri shumë të dashur, edhe më foli për eksperiencën e vet. Para shumë kohësh kishte alergji nga kashta dhe nga kuajt. Mi po e kishte qef shumë kuajt. Edhe mamaja e saj atëhere kishte thënë, ose e kishte dhënë, këta nuk e ashtu, nuk e pyeta kaq me detaj, thjesht më interesoi shumë, historia për hithrën, çfarë bën akoma më shumë nga ato çka unë dija. I kishte thënë, merr të paktën 2 javë pi çajin. Çaj hithre. Hithre të njomë, të freskët, është akoma mendje. Në fjalë, zije ujin, fute brenda, lere 10 minuta, të paktën 10 minuta edhe më gjatë, të ashtu në fjalë, të nxjerrë lengun dhe pastaj pije. 2 herë, 3 herë në ditët. Edhe më tha që alergjia e iku, ju zhduk, s'kishte me alergji. Dhe ishte shumë e lumtur që mund shkonte në kuaj, që mund të kishte edhe kontakt me kashtën, se aty ku ka kuaj dhe kash, ka dhe bar i that le të themi. Kështu që unë e di që atje jashtë ka shumë njerëz që kanë probleme me alergjin. Edhe dje pata edhe një bisedë me një person tjetër që më foli se kishte alergji, ja rekomandova këtë. Edhe juve nëse keni një farë dije e njerëz për diçka që ju e dini, që funksionon, që nuk ka as dëme, sepse hithra nuk ka as efekte anësore se gjëra tjera, vetëm të mira bën, vetëm të mira gjën në robi për kësaj. Kështu që nuk ka çfarë humbet. Prandaj, nëse keni ndonjë informacion për diçka tjetër, bëni një video, shpërndajeni, mos e mbani për vete sepse dia duhet shpërndar, dijen duhet ta marrë secili. Mos e mbani për vete se qelbet, harrohet, humbet pastaj. Nëse nuk doni të tregoni vetë, mos tregoni vetë, kam thënë diku më duket në një video tjetër. Thjesht bëni video kështu, pa treguar vetëm, flisni vetëm. Mos koni dhe zërin nëse nuk doni tash në zërin, bëni çik tjetër si. Të dashuri. Sot. Ka mënyra nga më të ndryshme. Nëse stili tot natyrë nuk ashtu ja, sepse nuk e preferoni, atëherë fëreni në mur. Ose me kamër të mbyllur. Vini kamës diçka përpara dhe flisni. Ka shumë mënyra. Ajo që ka rëndësi është që informacione që janë të dobishme, që të përfitojë secili, është e mira të shpërndajmë. Sepse kur i shpërndajmë na vijnë akoma edhe informacione më tepër. Unë dija shumë për hithrën, e konsumoj, kam këtu 4 vjet që nuk i ndajem. Jo vetëm hithrën, por edhe shumë tjera, por sot po flas për hithrën. Edhe dje ndodhi kjo, mora edhe informacione akoma më tepër. E thash, këtë duhet ta di secili, se kush për secilin. Sepse ka shumë njerëz atje që der do bëj. Bëni nder dhe keni për të marrë shumë tepër mbrapsht. Prandaj shpërndajeni këtë video sepse është shumë e vlerë për secilin. Pasi ju s'keni ndonjë problem të tillë dhe uroj të qëndroni kështu me fjalë pa probleme alergjike. Mirë po ka njerëz tjerë atje që vuajnë, që shkojnë nga doktor në doktor në ilaç drejt qeveran dhe pastaj me efekte anësore. Prandaj bëni mirë. Bëni sevap, siç i thon. Kalofshi mirë.